Pa ata vëllezër të ndershëm, përmirësimi i parë që duhet të fillohet është përmirësimi i zemrës. Nga se te Allahu shkohet me zemra, te Allahu nuk shkohet me trupa. Mo paskon që te Allahu shkohet me trupa, trupat nuk i kish leju Allahu azza wa jall që ti të red dheu, që ti hajnë kërrimat. Te Allahu shkohet me zemra. E qka ndodh nëse shkon te Allahu me zemër? Ska lodhje, ska raskapicje, ka knajtësi dhe ka knajtësi nëse shkon te Allahu me zemër. Ska lodhje. Për ata djetarë ka thonë shiqoje, Musaj a.s. Kër o drejtu me trup, me shku, me kërku diturit të një krijes, e mora të voglushin gjallin e vetë, e mora atë fmion që e shëqërej Musajn a.s. Jusha ibn Nun, shkuan rrugës për të kërku dituri nga kush? Nga një krijes. Pra Musaj shkoj a.s. për të kërku dituri të një krijes, edhe u lodhë rrugës. Edhe u lodhë, jo vetëm që u lodhë, pa e kapi dhe uria. E kapi uria. Për ata Allah u thotë në Kurani Kerim, që Musaj a.s. ju drejtu gjaloshit dhe tha, atina gada ena, hape qesën që të haj mushimi. Atina gada ena, lëkad lëkina min seferina hadha nësaba, se vërtet në këtë udhëtim jemi lodhë. O lodhë Musaj kur shkoj me trup dhe mërë një udhëtim deri të një krijes, a përshkrua që Musaj u lodhë, kur u taku me Allahun e ti 30 dit agjeroj, dhe Allahu jashtoj dhe 10 dit, 40 dit agjeroj. A u lodhë Musaj? A u rritë Musaj? A ka ploj eqja Musaj? Jo, nga se Musaj shkoj të Allahu me shpirt dhe zemër. Pra ai që shkon të Allahu me shpirt dhe zemër, s'ka lodhje, s'ka rëskapiqe për ta.